Dje në Big Brother Kosova u dha një fjali që bëri zhurmë në rrjetet sociale. Shikoj pak të. Shemune, për çka po vjen? Që ku pas gjyshën serbe? Që ti ka palu dhe shqiptare? Ka disa gjëra në fakt që nuk i prek dot edhe sikur ti je në një lojë, sidomos kur flitet për luftë, për dhimbje dhe për historinë e një populli plagët e cilit nuk janë mbytur ende. Dhe aq më tepër në prag të festës së pavarësisë dhe të ditëlindjes së heroit kombëtar Adem Jashari. Bibla thotë në fakt vdekja dhe jeta janë në fuqinë e gjuhës. Pra, fjala mund të shërojë, por fjala edhe mund të helmojë. Dhe kur fjalët hidhen pamjen, ato nuk dëmtojnë vetëm një person, por ndikojnë edhe një shoqëri të tërë. Si pastrohet gjuha? Nuk pastrohet dot, sepse problemi nuk është tek gjuha, por është tek zemra. Prandaj kemi kaq shumë përçarje në rrjetet sociale, sepse zemra është e smur. Fjalët janë thjesht simptomat dhe pikërisht për këtë erdhi Jezusi, jo për të na dhënë një fe të re, por për të shëruar zemrën që prodhon fjalët, që prodhon mendimet edhe veprimet tona. Kur zemra ndryshon, ndryshon edhe gjuha. Atëherë ndryshon edhe mënyra si flasim, si respektojmë, si trajtojmë njëri tjetrin. Pyetja është, a do merremi me zemrën apo do vazhdojmë të justifikojmë çdo fjalë që helmon një shoqëri? Më shkruaj me poshtë, Zoti Bekoft.